Ky është një Samsung A34, i cili është çuar në një servis tjetër dhe është munduar të bëri portën e karikimit, por gjatë heqjes, nëse duket i ka shkëputur të pothuajse të gjitha këmbët, siç duket, është sigur ka rënë bomba. Ky lloj pune, pra porta e karikimit, të duhet paktën mendoj 2 ose 3 muaj, e mëson shumë mirë se çfarë nxehtësie mund të doj që ta heqësh në mirë, ose çfarë mënyra shumë ta heqësh tjetër përveç me nxehtësi nga sipër. Gjithmonë kur punojmë me punë të tilla, duhet kemi parasysh jo të gjithë bordet ose jo të gjithë punët e ka duan nxehtësi njësoj. Pra në këtë rast, një portë karikimi që të hiqet, mjafton të vendosim një pas me nxehtësi të ulët ose të përdorim nxehtësinë e dur dhe këndin e dur të mbajtjes. Tekniku ose personi që është munduar ta bëjë lloj porte ka tërhequr në në kohën e dur, pra në momentin që e ka dashur ta ngrojë nga sipër, e ka tërhequr me forcë portën dhe nuk ka, pra e ka shkëputur të gjitha këmbët poshtë. Ajo që do bëjmë të bashkojmë të rrugët që mungojnë, fillim do t'i ekspozojmë, do t'i gërvishim pak me majën e thikës, e do bëjmë të lidhjen. Do përgatisim pra rrugët. Më pas do marrim portën, do përgatisim këmbët e portës dhe do fillimisht do sardojmë këto pak këmbë që kanë ngelur dhe që do na qëndrojnë pra në vend. Fillim do mbushim këmbët që mbajnë portën në vend, në mënyrë që kur të punojmë në mos ta analizojë porta. Është shumë e rëndësishme që të mbushen të një trashme, jo dhe shumë kallaj nuk duhet, por jo dhe shumë pak nuk duhet. Pra siç duket në video, të dali puna e pastër. Masi pra e mbushim këmbët, e pastrojmë alkool. E kthejmë dhe vazhdojmë me punën, pra të bëjmë linjat një nga një. Unë kam bërë video më shpejt, duket fatikisht në video duket shumë e thjeshtë kjo lloj pune, por kjo lloj pune ha të paktën 40 ose 50 minuta që ta bëhet. Disa për juve mund të thonë që pse nuk janë ndronë gjithë po të dhe mbaron punë. Po, shumë e thjeshtë mund t'ia ndroja gjithë portën, por kjo sistemi është origjinale, dhe arsyeja e dytë është që klienti duhet më shpejt, nuk pret dot që ne sa ta marrim këtë furnizimi të portën, ose të gjithë bordin e karikimit poshtë. Po gjithsesi unë prapë këshilloj që të ndrohet vetëm porta dhe të ruhet bordi i poshtë i karikimit origjinal. Vazhdojmë një nga një, këto fijet janë 0.01 mm, janë pra shumë të holla. Do të më kujdes në mënyrë që mos ekspozojmë tokën ngjitur me linjat data line që ne kemi. Dhe me kujdes. Vazhdojmë të pastrojmë pak me alkool. Na shkëput një linjë, bëjmë nga e para, nuk ka problem. Do të kemi shumë kujdesëm se më duket sikur ndonjëherë kapim, por nuk ngjisin, do të sigurohemi mirë. Pasi është punë që do të bëhet vetëm një herë, do kurohet mbrapa dhe nuk ka pse të preket më si punë. Pra. Linja duket në rregull. Tani do marrim pastën me UV light, në këtë rast do përdorim një pastë tjetër që ne kemi marrë. Nëse jeni të interesuar se çfarë përdorim neve këtu, si nga pincetat ose pasta saldimit, portat, gjitha këto neve mund t'ja u gjejmë shumë kollaj, mund t'i këshillojmë se ku t'i merrni ose mund t'i porositin tek neve direkt. Nëse duket porta është okay, karikimi është në rregull. Mos harroni ta bëni like dhe follow, shihemi video të tjera me gjëra të tjera. Shumë shpejt do hedhim sa më shumë video me cilësi më të lartë dhe video çik më të gjata. Shpresoj të jeni mirë dhe qoftë një video i mbar për të gjithë juve. Shëndet.